miq të nderuar, mirë se keni ardhur edhe sonte në Portokallim. Në fakt, neve kur dalim në skenë tani na duket sikur flasim vetëm për ju që jeni në sallë, sepse telespektatorët nuk ta ndjekin dot, nuk kanë drita dhe e dim të gjithë shumë mirë këtë gjë. Megjithatë do ta nisim spektaklin me një surprizë, si herën e kaluar, me një performancë shumë të madhe, shumë të bukur, nga një personalitet shumë i njohur, E ndjekim. Orkestra gati? Mirë se erdhe. Ashtë një ndërë dhe krajsi e madhe për mu. Që sot në këtë natë magjike të vi, të promovoj albumin tim të parë muzikor. Ja kam vu titullin Shi o shi, baba shi. Tamam. Edvin Rama. Kjo është muzik. Jo është bati. Tirora. Nuk shkon. Zoti kryeministër, ta fillojmë me një pyetje shumë shqetësuese. Po, shiko, mos pyet. Se ratë parë, sot kam marrë me përshëndet auditorin, telespektatorin, me këngën e parë të albumit tim, Zëjush. Po të pëlqen kitara po unë, përse po... Shiko, do i përshnes me këngën e parë, është frymëzimi im. E kam ba me virusin, me Elita 5, e kemi dhe i keq kuptim. Kër u takuem për të parë, a i më dha dorë mu. Më tha, unë jam virusi. Unë ja ktheva, unë jam antivirusi. Aty pastaj edhe a i e s'kanoj keq kuptimin, se tha unë jam lider. Kër i thash ma lider se unë aty, pastaj tha, jeni u lider. Unë jam lideri. Thash ty. Për kënaqësi do bajmë i këngë. I këngë është shiko. Fillojmë. Jo, shiko, më falni. Më falni, e gatrova. Do ta dëgjoj tani. E gatrova, është balat. Mund të atë gjojë, po, e bukur shumë. Në kitar të likë putur, ndali kagën ma të bukur, po se ndali shiu në këtë qytet, ku je buza e paputur, dashuria i me humbur në mes të rrugës. Unë po lagem vetë I harruar Si një letër e djegur Në këtë rrugë Patre s'kam betur E urej Si u kur bie Se më fiku dritat e shpistime I urej Lotët e mi Se një dit më ndau nga ti Bravo Shiko, ndoshta mund të ketë qenë lapsus. Për
Kam qajtë shumë me këtë balad. Imagjinoni, ka 3 muaj që s'bjeshin Tiranë, nuk bjen kuks. Po, për zoti Berisha, kalojmë të pyetjet. Kalojmë të pyetjet. Diçka shqetësuese për të gjithë popullin shqiptare, ju e dini besoj, energjia elektrike mungon. Di shumë për shiko, Ami, marrëveshja e asocim stabilizimit me Bashkimin Evropian, është real, është konkret, është fitore, nuk ka kundërshtim, shiko, nuk ka, jo. Dakor, marrëveshja është fitore e dim të gjithë, dakor. Por unë të pyeta për energjinë elektrike, krizën që po kalon vendi ynë, zoti Berisha. Digjo, sa ta hedhim albumin treg. Unë shpresoj që të shiten 14 deri 16 milion megawatt disje. Albumin do ketë sukses të papara. Pa dyshim do ketë sukses. Si emocion, shiko, ndëgjo. Unë ta kuftoj pyetje për në takimin... Përgjigjen ndonim dhe ne. Në takimin që pata me papën Vatikan, a i sam pa mu emocionue. Me kitarisht? I kam lujt një pjesë me kitarë. Ju lutem, se ju jeni dhe profesionist, por gjithësësi nuk mund të nivelin tim. I kam lujt një pjesë me kitarë të shkëllqyre kam lujt. Ta dojë sa i kam lujt, ta dojë. Jeni madhë. Shiko, ishte i kang magjike kur shikoj papën shtrinë shesh. Po nga emocionet, do mos do nga emocionet. Më tha mu e papa, do lozim sa bukur kërceta lozim me plaka, kështu tha. I përqenë shumë... Po mirë, zoti Berisha, unë në fakt të pyeta për energjinë elektrike. Shqetësuese për gjithë popullin shqiptar. Tani, ju lutem përgjigjen. Shiko, ke shumë drejt. Shiko. Tani, mos devijoni nga pyetja. E di zë ju shtja përgjigje ty dhe gjithë telespectatorëve. Po, këtë kërkojmë dhe ne. Ti ma basi punë e saj grusë. Moj zoj, ti ke qenë 8 vjetë e martu me i tjetër. Ke 2 muj martu me mu, e vjen më thu, jam 7 muj shtazan e ka me ty. Po jo, shiko, nuk e ke me mu. Jo, kjo i sjaroj të gjitha. Nuk e ke me mu, ja Duart, ja. Jo se ke me mu. Kjo zoti Berisha i sjaroj të gjitha, do me thënë e kuptua. Po mirë, me që kjo gruaja pas ka 8 vjetë, martuar me atë burin tjetër. Dhe ju thatë që faji është i atyre, nuk është i juaj, për krimin energetike. Po për suksesin, për arritjen e marrëveshjes asocim stabilizimit atyre. Po, do me thani ju thoni që kanë pjesë dhe ata. Po, normal. Jo. A ka 8 vjetë martuar? Ashtë me ti zë jush, si kur ti si gru. Po. Ke 8 vjetë i martu me atë tjetëri. Po s'ka bagja. Varianti tjetër tani. Erdhëm ne, këtë mu shtatsam. Ja. E deklaroj, e keme mu, ja Duart, ja. Shika, trim shtremër, të flasim shtremër, ashtu drejt. Po, gjithmonë sukseset janë t'juaja. Shiko, tani zoju shami se ndoshta nuk kemi dalë këtu që të bëjmë politikë, zdu politikë. Unë kam dalë të promovoj një album. Në takimin me Berlusconi, ka qatë Berlusconi 1 orë 27 minuta ka qatë. Për këngët e albumit apo? Këngët e albumit, unë i kam baladat gjitha. Kur dëgjojnë këngën fjallë të qiririt, ka qatë si ajo gosta ka qatë. Po që qatë si që grue Berlusconi qatë, do me thënë. Edhe shiko, i thashun me këtë rast, duke mbyll dhe albumi me këngën fantastike, Unite Europe, e ke parasysh. Ne si ta dëgjojmë atëre. Natyrisht por shiko. Unë do ta këndoj versionin italisht. Jo gjithë din për teksti a shky. Europa nuk është larg, thot autori. Me një këngë shqiptare të gjithë së bashkur Europë parano, kuptojnë. Po, shiko. Gati, e fillojmë. Europa non è lontana. Una canzone Albania per voi insieme
per voi. Insieme. Unite, unite. Kush më sharropt?